dhe lavdërimet I takojnë krijuesit të 7 qiejve dhe tokës. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim ai është Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të. Bekimet e Zotit të Madhërisht qofshin mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e Tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar xhamatli, të respektuar dhe nderuar rini. Ligjërata e parë në muajin mars me temën Hidhrimi është nëna e krimeve. Mos u mllëfos, mos u hidhëro, por frenoje atë instinkt që Zoti Madhërisht e ka instaluar tek ti, pra tek çdo njeri, e që padyshim është në të mirën tënde. Nëse e frenon, nëse ti e menaxhon hidhërimin që patjetër do të hidhrohesh gjatë jetës, dhe je prej atyre që ti jep kahjen e duhur. Ligjërata e ditës së sotshme si referencë kryesore e ka një citat të shkurtër kuranor që Zoti Madhërisht flet për virtytet e njerëzve më të ngritur. Dhe në të njëjtën kohë një thënie profetike që është e shkurtër por me këshill brillante. Kjo thënie e keni ndëgjuar më shumë se një herë, dhe po kemi dëshirë ta përsërisim që të ngulitet në mendjen dhe zemrën tënde. Një sahabi I ndershëm shkon tek I dërguari I Allahut dhe I thot: O I dërguari I Allahut, më këshillo, më jep disa kelimet, disa fjali që mundësisht me qenë të shkurtra, që ti mbaj mend më lehtë. Ama me qenë këshill e madhe, me qenë këshill do të më vend, me qenë këshill që e kam për jetën deri në vdekje. Ai I cili nuk flet nga mendja mësuesi I njerëzimit, njeriu më I mirë që ka ecur në sipërfaqen e tokës, vërtet jepet një këshill shumë të shkurtër duke I thënë la taghdab, mos u mllëfos, mos u hidhëro, mos u, që kanë do të njëjtin kuptim. Faraddada, dhe ai prap I ka do tash e shkurtër, ka thënë prap do edhe një, la taghdab. E ka përsëritur kërkesën e tij 3 herë, në të 3 herët I dërguari Allahut është përgjigjur duke I thënë la taghdab, mos u hidhëro, mos u mllëfos. Citati tjetër në kapitullin Ali Imran, që Zoti Madhërisht flet për grupin e njerëzve që në personalitetin e tyre kanë virtytet më të larta, jo të gjithë I kanë këto virtyte. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, dhe ata që e japin nga pasuria e tyre, shpenzojnë nga pasuria e tyre, qoftë do të zeqat, qoftë do të sadaka, qoftë do të në vepra të mira, kur janë në bollok, kur I kanë punë të mirë materialisht, wad-dharra, edhe kur janë në vështërsi. Por kjo është një grup I njerëzve, jo të gjithë, e kanë do të këtë virtyt të lartë, edhe në varfëri është bujar, por edhe kur është me begati, prap është bujar edhe më shumë. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz, precizohu, dhe ata që e frenojnë mlefin e tyre, sepse ti je krijesë sociale,
ti je krijesë që desh të zdesh të brenda ditës do të ngritën nervat. Ti je si prind që do është të hidhrosh nga nervat me fëmijën tënd. Ti je do të njëri që je i tillë. Zoti i Madhërisht ka instaluar tek çdo njeri prej nesh instinkte të shumta dhe të lloj-llojshme, që të gjitha janë në të mirën njeriu. Zoti i Madhërisht është ai i cili ka instaluar që ti do të ta ndjesh gëzimin. Dhe kjo është diçka që çdo njeri prej nesh kemi dëshirë që vazhdimisht jemi të gëzuar, por si është çdo herë i gëzuar. Zoti i Madhërisht është ai i cili do të ka bërë që të ndjesh pikëllim për të kaluarën, apo të kesh frikë, po do të këto janë emocione të fuqishme, buzëqeshja, të çajturit, bëhet bindur se të do të mirën njeriu. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, dhe ata që e frenojnë veten kur hidhrohen. Gjithsesi, mlethin, hidhrimin që e kanë të instaluar, ata e kanalizojnë qysh, ata do dëshirojnë, por jo hidhrimi me i kanalizuar, apo hidhrimi me i zotruar ata, dhe pastaj do të bëhet shmenduri. Në plot kuptimin e fjalës, hidhrimi i skajshëm dhe negativ është pjesërisht ose i përgjason do të çmendurit. Veprimet e një të hidhruari i cili ju është bërë do të tradit, apo ju është bërë do të diçka që për asgjë do të hidhrohet dhe për asgjë do të mlefoset, ai bën veprime që nuk i bën as i çmenduri. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ata që e frenojnë mlethin kur hidhrohen sepse i krijesë e tillë, dhe ata që dinë për t'i falur njerëzit që ndoshta dinë ata do të edhe i bëjnë do të qëllimisht apo jo qëllimisht i bëjnë keq, ai ka një zemër e cila do të në atë zemër është e pastër, e çiltër, edhe nëse do të hidhrimi është në personalitetin e tij, ai e menaxhon hidhrimin dhe din për t'i falur të tjerët. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu është ai i cili i don vepërmirët. Allahu është ai i cili i don vepërmirët. Se disa e kuptuat edhe thënien profetike, edhe citatin kuranor, nuk kërkohet as nga thënia profetike dhe as nga ky citat madhështor që ti ta zhdukësh hidhrimin, sepse duhesh të hidhrohesh në jetë. Në momentin kur cenohet e vërteta, duhesh të hidhrohesh. Por është pyetje do për të vërtetën. I dërguari i Allahut është hidhruar, po për çfarë? Për të vërtetat absolute. Musa alayhis salam është hidhruar dhe është përmendur do të më shumë se në një rast se si është hidhruar do të me popullin e tij. Dhe imagjino do të i ka hedhur pllakat apo të vrati që është zbritur në tokë për shkak të hidhrimit dhe ka kapur do të për mjekrat vëllain e tij, duke menduar se ai ka bërë ndonjë lëshim pasi që ka qenë e distanca 40 ditëve. Është hidhruar Yunusi alayhis salam dhe është saktësisht do i dhahaba mughadiba, do ka qenë do të i hidhruar. Nuhi alayhis salam me kështu me radhë, por e kam fjalën për hidhrimin që është negativ dhe ky hidhrim është çmenduri dhe ky hidhrim është ai i cili ta humb jetën e kësaj bote dhe botës tjetër. Precizoni do sa bukur, sa rrjedhshëm, sa me urtësi filozofi që të gjithë e njihni, Aristoteli. E thotë një fjali brillante kur flet për emocionin e fuqishëm që është i instaluar të çdo njeri prej nesh, pra për hidhrimin, për mlethin. Po të hidhrohesh është gjëja më e lehtë. Precizohu, të hidhrohesh është gjëja më e lehtë, sepse do definicioni i hidhrimit që këtu tash e kam fjalën për negativ, është që është një emocion shpërthyes, një emocion i fuqishëm dhe shpërthyes që nxit tek njeriu dëshirën për hakmarrje dhe për dhunë. Definicioni tjetër që është halodot edhe më i saktë, që zbërthembëse që ndërlidhet me anën shëndetësore të njeriut. Hidhurimi është sëmundje apo çrregullim kardiovaskular, po me nxemje
të gjakut të zemrës, e cila ka simptoma në trupin e njeriut, bëhet skuqja e syve, pastaj do të fryrja e damarrëve në qafën e tij, skuqja e syve, dhe pastaj do të mendja nuk i funksionon mirë dhe drejt. Flet fjalë shumë banale, ngritet zëri dhe ti bethasohesh se a ka mundësi që ky person para 10 minutave të jetë në këtë gjendje. Për shkak se e ka zotëruar hidhrimi i tij që pastaj cytjet e shejtanit e gjejnë të gatshëm dhe të përgatitur që ai do ta devijojë njeriu. Që pastaj ai ta devijojë njeriu. Pra Aristoteli ka thënë të bukur të hidhrohesh, të mllëfosësh, është gjëja më e lehtë. Por të hidhrohesh në kohën e duhur, precizohu. Në mënyrën e duhur, në sasinë e duhur, me personin e duhur, kjo është e vështirë dhe nuk mundet ta bëjë çdo kush. Pra hidhrimi është diçka që është pjesë e jetës dhe do është të hidhrohesh në momentin kur të cënohet krenaria jote, hidhroho. Në momentin kur të cënohet nderi, hidhroho. Në momentin që cënohet ai që është për ty do të shejt, hidhroho. Por është ky hidhrim që për ty do të lavdërohesh. Por është ky hidhrim që është në të mirën tënde, por sa më larg hidhrimit i cili është sikurse po flas për hidhrimin negativ, që i përgjason do të njeriu i cili e pin një gotë të tërë me helm dhe dëshiron vdekjen e të tjerëve. Cili vdes? Ai që e ka pirë do të helmin. Hidhrimi është një erë e fuqishme që e trondit dhe e bën do të jo stabile arsyen dhe mendjen e njeriu më të fuqishëm. Për këtë arsye Aliu radhiyallahu anhu, ai i cili ka pasur fatin prej fëmijërisë, të ndërtohet, të ngritet, të avancohet dhe të frymëzohet nga mësuesi i njerëzimit. Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut të madhërisëm qoftë mbi të. E ka thënë një fjali jashtëzakonisht bukur duke thënë: "El-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam." Hidhurimi, fillimi i tij është çmenduri, precizohu, çmenduri, kurse fundi i hidhrimit është pendim i thellë, por s'ka asnjë dobi, s'ka riparim. I dërguari i Allahut kur më shumë se një herë në 2 forma e ka thënë një prej fjalive më brillante, fillimisht duke e ngacmuar mendjen e atyre që kanë shoqëruar, duke bërë pyetje se cili është më i fuqishmi në mesin e juaj. Po të gjithë ju ka shkuar do të ndërmend se më i fuqishmi është ai i cili është në mundje. Pra do ta jap ai sporti ndoshta që edhe vetë i dërguari i Allahut e ka praktikuar dhe manifestuar mundjen. Është ai i cili do të ka mundësi shpinën njëri tjetrit do të më aqet në tokë. Çka është më i fuqishmi? I dërguari i Allahut dëshiron do të jap këtë këshill brillante, duke bërë si diçka që është model, apo si fjali që do të rrënjosur në mendjet dhe zemrat tona. Lejse shedidu bisura, nuk është fuqia me mundje. Pra nuk është i fuqishëm ai i cili ka fizik të përgatitur dhe ka fizik të fuqishëm për mundje të tjerëve. Innama shedidu alladhi yamlik nafsahu 'inda al-ghadab. Por i fuqishëm dhe i madh dhe njëri me vlera është ai i cili e zotëron hidhurimin e tij apo e zotëron hidhrimin kur ai hidhurohet. Pse? Për arsye se bëj i bindur, ti je i rrethuar, unë dhe ti. Kjo është ligj. Jemi të rrethuar me njerëz që ka lindur, s'po them që ka lindur do t'i tillë. Se pastaj është temë në vete, hidhrimi a është gjenetikisht, a nuk është gjenetikisht. Por unë po them do të një të vërtet tjetër. Kemi njerëz që ai atë personalitet, atë fargjën më të dashur që ka është që
ti provokoj njerëzit e ndershëm dhe të mirë, apo çdo njeri, në mënyrë të vazhdueshme me një qëllim, që ai pastaj ta nxjerrë më të keqen të mundshme tek ai. E që pastaj ai të manovroj, e që pastaj ai qëllimet që i ka pasur t'i arrijë. Kemi do të si njerëz, i cili do të ka do të këte, do të vetëm din për të provokuar, vetëm din për të bërë do të veprime me fjalët e tij apo me veprimet e tij, që ti ngrit nervat edhe e bën do që gjaku i të vërtet të çakulloj do të më shumë, po 80 zamrat pompon 150 për shkak fyrjeve, provokimeve, çfarë do të natyre tjetër, ndryshme. Edhe ti do të pastaj do të nxjerr si rezultat i hidhrimit që pastaj mendja jote nuk funksionon do të mirë nëse hidhrimi të zotron ty. Edhe ti pastaj do të thua do të fjalë që do të mahnitesh dhe të rprohesh për vetvetes. Por kemi do të kësi njerëz. Në momentin kur ky provokator është edhe ziliçar, bëhet krim. Për këtë arsye dietarët në këtë të drejtë, duke u bazuar në citatet kuranore, sepse hidhrimi është përmendur në 20 citate kuranore në forma të ndryshme. Pra dhe hidhrimi i lavdruar është përmendur, edhe që njeriu do të hidhrohet, por është përmendur ai hidhrimi i cili është i domshëm për shëndetin e njeriu, është i domshëm për mendjen e njeriu, është i domshëm për ndërgjegjen në shpirtin e njeriu. E që i dërguari i Allahut kur e ka këshilluar këtë sahabi në të trija herët, la taghdab, mos u hidhro dhe mos u mlefos para çdo kujt që ti je ti. Atëherë ka pasur për qëllim që ti largohu nga shkaqet që të bëjnë që ti të hidhrohesh në atë mënyrë, në atë shkallë, sa që pastaj nuk je të vetvetja, ose bën veprime që pëndohesh deri në vdekje. Atja u tregoj do të një rrëfim, një tregim, që unë kur e kam lexuar do të për herën e parë jam rënqethur dhe më kanë gati që më kanë pikuar do të lot. Ky është rrëfim që të mençurin e rënqeth. Ky rrëfim do lidhet mes një babait, një prindit, e që shumica për nesh do të jemi do të prindër dhe kemi do të fëmijë. Edhe unë hidhërohem kur djali, vajza ime, pazam do të kalon do të në lorët online, pazam 2-3 orë, hidhërohem. Edhe nëse do të nuk mundem do të më këshill, pastaj do të ka mundësi që do të më varikosem. Edhe ka mundësi që ndoshta do të edhe ta bindi nga njerëz do të më frikë që largohet pasysh është e dëmshme për mendjen e tij, është për ndërgjegjen dhe për kohën që ja vjen do për çdo ditë. Një prind e blen do të një vetur, dhe për të blerë do të një vetur nuk është lehtë. Dhe ky prind me siguri do të ka pas dëshirë do të në vetura, sikurse janë do të disa do të rinj, që ka do të dëshirë që ta ketë do të kerrin apo veturën më të mirë në mesin e shokëve. Dhe ky prind pasi që arrin do të prej kursimeve që i bën, arrin për ta blerë do të kerrin edhe pas një javë, pas disa ditëve që është ai fartshefi do që ti do e ke bërë do të një kerr që të ëndrave tua, del për ta pastruar kerrin. Edhe për të shqyquar dhe më s'kam do të diçka që për më ndërhy, por për ta pastruar. Dhe në anën e kundërt, djali i tij i cili ka qenë i vetëm 7 vjeçar, në moshën 7 vjeçare. Ka qenë do të në anën e kundërt. Edhe ky do të më atë gëzimin se është duke e pastruar kerrin dhe aja farvizlime që do të kerri i ri, e ndëgjon do të një zhurmë që në sekondat e parë do të ngrit, s'ka i shmërisht, apo do të e bën vlimin e gjakut që të pompon zemra e tij, jo 80, po 160. Dhe zhurma do që e kanë dëgjuar, sepse mendja do të analizon do të thellë, dhe në ka njerë do që mendja do të njeriu do të ta bëj do të njeriu, e sidomos kur bëhet me hidhrim, pastaj nuk funksionon do të drejt. Edhe kur afrohet do të afër e shef që fëmiu i tij e ka do të një gosht, një baski, e që me atë gosht ka gërvishtur në derën e kundërt. Ka gërvishtur disa gërvishtje. Ky ka pasur do të në dorën e tij disa që ka qenë do të çekanit, shmon mjet i çekanit, që ka qenë do të me hekër i tëri. Dhe kur e shef në atë gjendje, e godet me krejt fuqin që e ka pas në duart e tija të njëma.
Shqo, fëmija do të është 7 vjeçar, që është faza që ai është ende duke u zhvilluar. Goditje e prindit është vdekjepruese për arsye se ai ka fuqi jashtëzakonisht madhe nëse krahasohet me fëmijën 7 vjeçar. Dhe pas disa goditjeve i ka lënë pendimi. El-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Hidhurimi i skajshëm fillimi i është çmenduri, por fundi është pikëllim i thellë, pas ka riparim. Pasi që e shef se u alivanos do djali, i ka lënë hidhrimi, por e vren se me fatalitet janë goditur duart e tij të njoma. E merr me krejtësi prindi që është prind, që ka do instinktivisht dashuri ndaj fëmijës. E merr dhe e çon tek spitali më i afërm. Dhe pasi që ndërhyn mjekët, dhe pasi që e shohin do gjendjen e fëmijës 7 vjeçar, dalin do pas operacioneve dhe ndërhymjeve dhe japin do të lajmin e hidhur të prindit duke thënë se djali yt i ka duar të shkurtuara, i ka gishtrin që të gjithë të kputur, për shkak se goditja e fuqishme nga hekuri është diçka që nëse nuk kputen, pastaj duhet të shkon do të edhe, vjen do të deri te kalbja e duarve, jo vetëm gishtrinjve. Pikëllim i thellë, pikëllim që deri në vdekje do ta shoqëroj, e ka ditë këtë realitet. Edhe pasi që i del do të pija fëmijët, djalit 7 vjeçar, vjen do të prindi me vaj, vjen prindi do të me si prindi do të, edhe krimin që e ka bërë ndaj fëmijët e tij, edhe djali e merr vesh për njerë se gështrinjt e tij nuk janë në dorën e tij. I drejtohet babai duke thënë: "O babai im, kur do të më rritën gështrinjët e mi?" Nuk mundet me i babal, shkon do tek vetura që me ato do të prapë ka në spital, edhe e merr të njëjtin mjet për ta goditur me këtë fuqinë që ka pasur. Kur është kthyer tek dera që ai do të ka gërvishtur do të me atë baskin, i ka lexuar disa shkronja me shkrimin më të bukur sikur se fëmiu që është 7 vjeçar. I love you daddy. Të dua babai. Tash imagjino, hidhrimi është çmenduri. Çmenduri me plot kuptimin e fjalës, po flas për hidhrimin. A ke ndëgjuar do të për Habilin dhe Kabilin? S'ka dyshim, Kabili ka qenë do të një ziliçar, që ka qenë do të ai faktori shtytës, por në momentin kur është ardhur hidhrimi, ka bërë krimin e parë. Kabili ka vrarë vëllain e tij, të vetëm. Ka bërë krimin që asnjë krim që nuk bëhet i shkon në xherologjerinë e shpërblimit të tij. Por për shkak të zilisë dhe hidhrimit të negativ, e ka vrarë do të vëllain e tij. Është penduar, po s'ka do të pendim më. A mund do të mendoj do të më bëhet një shkurorzim që të penduar janë edhe burrë dhe gruaja, por vetë se është shkaktar kryesor hidhrimi. A prishën do dy shokë të sinqertë që kanë dashur njëri tjetrin, por njëri për shkak të hidhrimit që e ka zotëruar hidhrimin negativ, ja ka dhënë të fjalën e fundit. Dy shokë partner në biznes, për shkak të hidhrimit e kanë këputur ato që ka qenë profitabile edhe për ato dhe për këtë. Pra nuk ka krim që bëhet do të në sipërfaqen e tokës, e që nuk merr pjesë hidhrimi. Për këtë arsye, dietarët kanë thënë se hidhrimi është nëna e krimeve. E Buhurejra thotë, një ditë prej ditëve kam menduar për gjithë fjalëve që kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut, cila është më e keqja, kam ardhur në përfundim se hidhrimi është ajo e cila i bashkon të gjitha tek këqijat. Mllëfosja, hidhrimi i skajshëm dhe negativ është ajo i cila i bashkon të gjitha. Kështu që në fund mos u hidhro, la taghdab. Mos u hidhro me hidhrimin negativ, por menaxhoje mllëfin wal kadhimin al ghayz. Dhe ata që e frenojnë mllëfin është virtyti më i lartë që njeriu mundet për të zbukuruar. Allah i madhëshëm na bëj për atyre që na zbukuron me virtytet më të larta. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.